Organizata Botërore e Shëndetësisë ka siguruar publikun se shpërthimi i vdekjeprurës i hantavirusit në një anije kroqere nuk përbën një situatë të ngjashme me pandeminë COVID-19. Maria Van Kerkhove, drejtoresh për menaxhimin e epidemive dhe pandemive në OBSH, deklaroi se hantavirusi është një virus i njohur prej vitesh dhe shumë i ndryshëm nga koronavirusi. Kjo nuk është koronavirus. Ky është një virus krejt tjetër. Hantaviruset ekzistojnë prej kohësh, tha ajo gjatë një konferencë për shtyp në Gjenevë. Ajo theksoi se situata në anijen kroqere MV Hondius nuk duhet të krahasohet me fillimin e pandemisë COVID-19. Dua të jem shumë e qartë. Kjo nuk është SARS-CoV-2 dhe nuk është fillimi i një pandemie COVID. Bëhet fjalë për një shpërthim në një hapësirë të kufizuar, në një anije, deklaroi Van Kerkhove. Sipas OBSH-s, rreziku për publikun e gjerë mbetet i ulët, pasi hantavirusi zakonisht transmetohet nga brecësit dhe rrallë kalon nga njeriu te njeriu. Anija MV Hondius me rreth 150 persona në bord po lundron drejt ishujve Kanarie, ku pritet të mbërrijë në Tenerife gjatë fundjavës. Spanja pranoi kërkesën e OBSH-s për të lejuar ankorimin e anijes, pavarësisht kundërshtimeve nga autoritetet lokale. OBSH bëri të ditur se po përgatit udhëzime të detajuara për zbarkimin dhe kthimin në shtëpi të pasagjerëve, ndërsa theksoi se asnjë nga personat që ndodhen aktualisht në anije nuk ka simptoma të sëmundjes.